Operacioni kombëtar për vendosjen e ligjshmërisë në territor për ata që ndërtojnë paleje ka nisur e po shtrihet në zonat rreth Tiranës, ku ndërtuesit mbikëqyrësit, inspektorët që kanë shkelur kushtet e lejeve për lvila e godina të shtrenjta, do të përballen me masat administrative e penale që parasheh legjislacionin në fuqi. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koqiu inspektoi në Fark aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkelje të lejes, duke dhënë mesazhin e qartë për vendosjen e ligjshmërisë në territor. Sot jemi në një aksion i cili ka nisur në të gjithë territorin e Farkës dhe ka të bëjë pikërisht me garantimin dhe zbatimin e ligjshmërisë në të gjithë ato ndërtime që janë duke u zhvilluar në këtë territor. Mbas inspektimeve në terren dhe monitorimit nga ajri me dron, Policia e Shtetit në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Inspektoriatin e Mbrojtjes Territorit të Bashkisë së Tiranës kanë konstatuar një sër paligjshmërish lidhur me ndërtimet që po zhvillohen në këtë territor. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Ajo theksoi se ky operacion është pjesë e një procesi më të gjerë që ka nisur prej muajsh për lirimin e hapësirave publike dhe do të pasohet nga një aksion kombëtar kundër ndërtimeve pa leje në të gjithë vendin. Dua të theksoj që i gjithë ky aksion vjen në vazhdim dhe të paketës së masave ligjore të hyra në fuqi në fillim të muajit tetor, të cilat kanë për synim të garantojnë dhe të zbatojnë masa dhe sanksione konkrete. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronën. Ky është një aksion që në fakt ka nisur dhe do të vazhdojë deri ditën e fundit për të garantuar ligjshmërinë dhe për të mbrojtur të gjithë territorin e vendit nga çdo lloj abuzimi me pronën publike. Aksioni synon të vendosë rend dhe rregull në territor, të mbrojë pronën publike dhe të garantojë zhvillim të qëndrueshëm.